Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falëndërim dhe lavdërimet tona ja dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Jemi në të gjumane e fundit të muajit të begat të Ramazanit, ku do ta hapim sot këtë emision, mos u shkëput nga ëmbëlsia e muajit të begat të Ramazanit. Përfundoi muaji i Ramazanit, përfunduan ditët e tij, përfunduan netët e tij të bukura, përfunduan minutat dhe sekondat e tij. Ky muaj ishte një mundësi e madhe për të përgatitur për ahiret. Adhurimi nuk është i veçuar vetëm në muajin e begat të Ramazanit, por ai vazhdon edhe pas tij, sepse Allahu i Madhëruar thot në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim, dhe adhuroja Allahun derisa të të vijë vdekja. Lexojmë në surën Hijr në ajetin 99. Fill pas agjërimit të muajit të begat të Ramazanit, besimtarët muslimane përcjellin atë me agjërimin e 6 ditëve të muajit Shawal, sepse siç transmetohet nga Ebi Ejub el-Ensari, se i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush e agjeron muajin e Ramazanit, pastaj i agjeron edhe 6 ditët e Shawalit, e ka shpërblimin sikur të kishte agjeruar tërë jetën. O ju musliman, ishit në muajin e mirësisë dhe begatisë, agjeroni ditën, u faleshit natën dhe afroheshit ka Zoti juaj me adhurime të ndryshme, duke shpresuar shpërblimin e tij dhe duke kërkuar mbrojtje prej dënimit të tij. Pastaj përfunduan këto ditë dhe e kaluat një periudhë të jetës suaj, e cila nuk do të kthehet më asnjëherë. Kështu janë ditët e jetës, periudha që do t'i kaloni ditë pas dite në rrugën tuaj për në ahiret. Ato e shkurtojnë jetën tuaj, u afrojnë ka vdekja dhe u auruajnë veprat të cilat vepruat që të jepni llogaria atë ditë kur të gjithë do të japin llogari. Për këtë në Kuranin famëlar lexojmë: kini frikë ditën kur çdo kush do ta gjejë përpara atë që ka punuar mirë dhe atë që ka punuar keq, duke dëshiruar që midis tij dhe së keqes së tij të ketë largësi të madhe. Sura Ali Imran, ajeti 30. Muaji i Ramazanit ishte një mundësi e artë për ne që t'i ktheheshim pendimit dhe veprave të mira. Ramazani i begat na mundësoi se si të edukohemi në veprimin e adhurimeve dhe largimin nga dalesat që të bëhemi të durueshëm dhe në fund të dilnim fitimtar kundrejt epshit i cili është fort dhe i prirë për të keqe. Dini se ju nuk u ndat nga ky muaj vetëm se i bët adhurimin gjëja më e dashur e zemrave tuaja dhe mëkatet gjëja me urryer e shpirtrave tuaj. U edukuat me morale të larta dhe u zgjuat prej shkujdesjes dhe kuptuat vlerën e jetës dhe të adhurimeve. Tani që kaloi ky muaj,
Mos ju ktheni mëkateve për arsye se Zoti i sheh veprimet tona kurdo dhe kudo dhe jo vetëm në muajin e begat të Ramazanit. Mos e shkatërroni atë që ndërtuat me duart tuaja prej veprave të mira, se prej shenjës së pranimit të veprave është pasimi i asaj me të mirë. Kthimi në mëkate pas pendimit prej saj është gjuna edhe më e madh se para tij. Para jush e keni peshorën ku matën të mirat dhe të shumtuarat tuaja, sepse Allah i madhëruar thot, ata që rëndohet peshorja e punëve të mira janë të shpëtuar, sa për ata që do të kenë peshore të lehta, ata do të jenë njerëzit që kanë humbur vetveten duke qëndruar për herë në xhehenem. Sure Mu'minun ajetet 102 deri tek ajeti 103. Edhe pse kaloi Ramazani para jush e keni një sezon i cili përsëritet çdo ditë dhe çdo natë, ai është namazi, të cilin Allah ja detyroi robëve të tij 5 herë në ditë që të qëndrojnë para tij, t'i lutën dhe t'i shpresojnë në mëshirën e tij. Prandaj, përgjigjuni thirrjes së Allahut, se ajo dhe besimi janë shkaqe për faljen e mëkateve dhe mbrojtje prej dënimit. E kush nuk i përgjigjet thirrjes së Allahut, për të nuk ka siguri dhe mbrojtje dhe ai është në humbje të thellë. Allahu na ruajt. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të kalojmë tek pjesa e Kuranit e përzgjedhur për ditën e sotme. Unë sot kam shkëputur nga Kurani famlar të gjithë surën Fajr. E dëgjojmë së bashku. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për musgun e agimit dhe për 10 netët e para të muajit Dhulhijhe. Betohem për çiftin dhe tekun dhe për natën ku largohet. A nuk janë këto betime të mëdha për njerëzit e mençur? Vallë, a nuk e di ti se çfarë ka bëri Zoti jut me fisjen e Ad, banor të Eremit me pallate shumë shtyllëshe, të atill që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata? Dhe me fisjen Themud, që kthen dishkëmbinj në lugin për të bërë shtëpi, dhe me Faraonin, njeriu e hunjve, ku torturonte njerëzit. Të gjithë këta shkelën çdo kufi në vendet e tyre, duke shtuar atje shturjen dhe korrupsionin. Prandaj, Zoti yt lëshoi mbi ata këmbzhikun e dënimit. Vërtet, Zoti yt është gjithnjë në prit. Për sa i përket njeriut, kur Zoti i tij e sprovon atë, duke ngritur lart dhe duke i dhënë mirësi, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur e sprovon atë duke angushtuar mjetet e jetesës, ai thot: Zoti im më ka poshtëruar. Nuk është kështu, por ju nuk silleni mirë me jetimet dhe nuk e nxitni njëri tjetrin për t'u ushqyer të varfrit. Trashëgiminë të dobët e zhvatni me lakmi të pangopur dhe e doni pasurimin një dëshirë të pakufishme. Por ani, kur toka të bëhet copë e thërrime, kur të vi Zoti yt për të ndarë gjykimin me ëngjëj të rreshtuar radh pas radhe dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet, por që duhet se u kujtua, ai do të thotë: sikur të kisha bërë diçka më të mirë për jetën time. Atë ditë askush nuk do të dënojë siç dënon ai, e askush nuk do të lidh në pranga siç lidh ai. O ti shpirti që të suar, ktheu te Zoti yt, ti i kënaqur me atë dhe ai i kënaqur me ty. Bashkohu me robët e mi dhe hyr në xhenetin tim. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ky ishte përkthimi i surës El Fajr. Për të prezantuar temën e ditës për sot në Nektari Xhumas, pra siç e përmenda që në fillim të emisionit, jemi në fund të muajit të begat të muajit të Ramazanit, pikërisht të xhuman e fundit, dhe sot do të flasim rreth temës miku ynë më i çmueshëm po largohet. Po i përcjellim muajin e bekuar të Ramazanit, mikun ton më të çmueshëm, i cili për çdo vit na përfshin me bollok përmbajtshëm, të cilat nuk mund t'i përjetojmë në muajt e tjerë. Këto përmbajtje shpirtërisht na fisnikërojnë, forcojnë dhe na bëjnë më të mirë në çdo pikpamje. Në këtë muaj me këmbgulje dhe me vijimësi kemi ndërtuar dhe forcuar ndërtesën tonë të devotshmërisë, e cila është synimi bazor i agjërimit. Muaji i begat i Ramazanit është shkolla dhe trajnimi intensiv, i cili në mënyrë unikale na forcon karakterin tonë si besimtar.
Rritja dhe pjekja jonë shpirtërore në muajin e begat të Ramazanit fiton hovë të veçantë sepse agjërimi dhe mirësitë të tjera të muajit të Ramazanit në piknisjen e tyre fuqimisht i lidhin ibadetet bazore, të cilat janë përkufizuar si shtylla të fesë tonë dhe e mbëltojnë në vete palcën e jetës së përditshme të Islamit te muslimanët. Tani, më shumë se kur po e përcjellim Ramazanin e bekuar për shkak të emanetit të ruajtjes së ndërtesës së devotshmërisë, të cilën në këtë ambient shumë të bukur të këtij muaji të bekuar të Ramazanit e kemi ndërtuar, të përkujtohemi se si Ramazani i bekuar na ka ndihmuar që më fuqishëm të lidhemi për shtyllat e Islamit, të cilat do i përmendim një nga një. Do ta nisim me shahadetin. Shahadeti është shtylla e parë e Islamit nëpërmjet të cilit shpirtrat tanë qysh në ezel kanë dëshmuar besimin në krijuesin e tyre, kur në pyetjen e Allahut të Madhëruar, a nuk jam Zoti juaj, po si jo, thanë ata. Lexojmë në surën A'raf në ajetin 172. Me këtë në zemrat tona është mbërtuar embrioni nga i cili është zhvilluar trungu i shahadetit. Me shahadetin hyet në Islam dhe me të hyet në xhennet. Në Kur'an në mënyrë të tërthort shahadeti quhet kelimetun tayyibatun, fjala e mirë, kurse ajo është siç e përshkruan Zoti i Madhëruar në Kur'an, a nuk është se Allahu sill shembull fjalën e mirë sikur pemën e mirë, rrënja së cilës është e nguritur fort, kurse degët i ka qielli, lexojmë në surën Ibrahim në ajetin 24. Shahadeti është trungu i mirë vetëm aq sa e përjetojmë Islamin si mënyrën tonë të jetesës, dhe aq sa çdo çast të jetës tonë e përplotësojmë me vlerat të cilat na ofron Islami. Agjërimi i muajit të Ramazanit si ibadet i forcës së jashtëzakonshme është rrënjë trungut të shahadetit, respektivisht të besimit tonë. Nëpërmjet përvojës së agjërimit depërton thellë në zemrat tona frytet e atij trungu, respektivisht veprat tona të mira janë më të shumta dhe më të mira, kurse morali ynë, veprimi dhe mirësjellja e përditshme bëhet më e bukur dhe më fisnike. Kështu, agjërimi i muajit të Ramazanit, shahadetin ton e ka bërë më përmbajtësor, më bindës dhe më efektiv. Namazi është shtylla e dytë e Islamit, forma jon më drejt për drejt dhe më dinjitoze të falurit dhe falëndrimet ndaj Allahut të Madhëruar. Këtë shtyllë gjatë muajit të Ramazanit e kemi forcuar me namazin e natës dhe me nafile të shumta. Kështu kemi qenë më shumë në sejdë, kurse vetë sejdja në namaz na privilegjon të bëhemi më të afërt te krijuesi ynë. Kjo afërsi është garanti më i madh i suksesit dhe shpëtimit ton, sepse Allahu i Madhëruar thotë në Kur'an: "O besimtar, kryeni faljen dhe porulni adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira, ndoshta do të shpëtoni." Lexojmë në surën Hajj, ajeti 77. Ndaj të gjitha atyre që besimin tonë e bën më të plot, kurse praktikën fetare më të pasur, ne në Ramazan sillemi me përgjegjësi dhe me të ndërgjegjshëm. Kështu është edhe me kryerjen e namazit. Në këtë mënyrë, në këtë muaj të bekuar, kemi qenë më shumë afër së ndërtimit të synimit bazor dhe synimit të namazit, që mendimin ton ta lidhim për krijuesin ton, i cili ka thënë në Kur'an: "Dhe kryej faljen për të më përkujtuar." Sura Taha, ajeti 14. Dhe thot Zoti: "Falja me të vërtet të pengon nga shturja dhe nga çdo gjë e keqe." Lexojmë në surën Ankebut në ajetin 45. Pa kurfar dyshimi, sidomos në muajin e Ramazanit, në më së shumti e përkujtojmë krijuesin ton, kurse në kohën e agjërimit jemi më të mbrojtur nga çdo gjë mëkatare, e keqe, e paturpshme dhe shëmtuar. Agjërimi në mënyrë plotësuese e ka mbrojtur gjuhën tonë nga të folurit e shëmtuar, na ka ruajtur nga mendimet e keqia, nga të pamurit dhe të dëgjuarit toni ka mbrojtur nga shikimi dhe dëgjimi i asaj që është mëkat dhe shpija në të. Në të vërtetë, agjërimi i muajit të Ramazanit është rruga mbrojtjes së gjithanshme nga mëkati dhe rruga e fisikerimit dhe veprimit tonë të përditshëm. Krahas për krahas së këtillë të agjërimit, namazi i kryer në rregull dhe me përkushtim rezulton në pastërtinë e pritur morale të besimtarit. Nga kjo, nuk është e vështirë të përfundohet se si agjërimi i muajit të Ramazanit, namazin, në Kur'an shtylla më e përmendur e Islamit, e lidh me hallkën e ibadetit, e cila na shpije në kënaqësi dhe shpërblim të Allahut të Madhëruar. Kalojmë tek zekati.
Zekati është një tjetër shtyllë e Islamit, i cili në themel e pastron dhe me këtë e bën të shëndosh, të sigurt dhe me perspektiv pasurinë tonë. Duke përcaktuar zekatin, Allahu i lartësuar thot në Kuranin Kerim: merr zekatin nga pasuria e atyre që t'i pastrosh me të dhe t'i bësh të bekuar dhe lutu për ata. Lutja më të vërtet do t'i qetësoj, ndërka që Allahu dëgjon dhe di shumë. Lexojmë në surën Teube, ajeti 103. Zekati është rruga e cila botën rreth nesh e bën më të mirë dhe më humane, kurse jetën më të lehtë dhe më të sigurt. Dimensionet shpirtërore, sociale dhe ekonomike të zekatit janë të pakapërcyeshme. Zekati është rojtari ynë, është rojtari më i mirë i pasurisë të pasurve, sepse ai në përpikëri e pastron pasurinë e të pasurve, kurse vetëm ajo që është e pastër mund të bëhet e sigurt nga infektimi, korozioni dhe shkatërimi. Në gjurmë të kësaj, është krejt e kuptueshme që për zekatin si shtyllë të Islamit, në kohën e muajit të begat të Ramazanit, është menduar më shumë se në muajt të tjerë. Çdo e mirë, pra edhe zekati, nëse është kryer në muajin e begat të Ramazanit, bëhet më efektiv, me begat dhe shumë fish shpërblehet te Zoti i Madhërisëm. Në këtë mënyrë agjërimi i muajit të Ramazanit dhe zekati lidhen fuqishëm me shtyllat e tjera islame. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të shkëputemi për pak çaste së bashku dhe do të vijmë sërish në pjesën e dytë të temës tonë, duke sjellë dhe dy pjesë tjera, pra dy shtyllat të tjera të Islamit. Qëndroni me ne në Nektari i Xumas. Kujtojmë edhe njëri duke folur rreth temës miku ynë më i çmueshëm po largohet dhe kemi mbritur tashmë tek një tjetër shtyllë që kryhet gjatë këtij muaji të begat, siç është agjërimi. Agjërimi i Ramazanit nëpërmjet të ndërlidhjes shtresore të shahadetit, siç e përmendëm më parë, namazit dhe zekatit në praktikën tonë besimore, ka rol të pazëvendësueshëm dhe në përgatitjen për trajnimin për përmbushjen e haxhit, detyrës së pestë islame. Udhëtarëve për haxh ju thuhet në Kur'an: dhe furnizoni me çka ju nevojitet për rrugë, devotshmëria është furnizimi më i mirë. Lexojmë në surën Bekare në ajetin 197. Porosia për haxhiun është që në këtë rrugë jetësore të niset me devotshmëri, paraprakisht të ndërtuar. Të gjithë muajt e Ramazanit dhe të agjëruar ndër vite deri në shkuarjen në haxh janë koha e ndërtimit ton intensiv të devotshmërisë, sepse ajo është synimi bazor i punës, e cila për haxhiun është furnizimi më i mirë. Allahu i lartësuar na ka nderuar që edhe këtë vit ta dëshmojmë se si muaji i begat i Ramazanit dhe agjërimi ynë në të kanë rol të fuqishëm integrues, unjësues në forcimin e vetëdijes dhe forcës tonë të ibadetit me të cilën jetën tonë të Islamit e shëndron në bukuritë e jashtëzakonshme dhe vlerë të pavlerësueshme me të cilën mundemi dhe duhet të mburremi në këtë botë dhe të kënaqemi në botën e përtejme ahiret. Nëse suksesi ynë më i madh në këtë muaj të begat të Ramazanit ka qenë ndërtimi i godinës së devotshmërisë, atëherë porosia e më rëndësishme në përcjellje të këtij mysafiri tonë të nderuar do të ishte mos të lejojmë që pas muajit të Ramazanit gjithë kjo arritje e vlefshme e këtij muaji të rrezohet apo të rënohet. Mos të lejojmë të bëhemi si ata të cilën vlerën e përhershme dhe të pavlerësueshme e shesin atë për një gjë të vogël, në të vërtetë ai nuk vlen fare. Dhe në Kuranin Kerim Allahu i Madhëruar thotë: dhe besën që i keni dhënë Allahut, mos ndroni për diçka që nuk vlen. Ajo që është Allahut a dini, se për ju është më e mirë. Ajo që keni ju është kalimtare, ajo që është Allahu është e përhershme. Ata që kanë nderuar ne me siguri do t'i shpërblejmë shpërblime shumë më të mira se sa që kanë punuar. Ati që bën mirë, qoftë mashkull apo femër, e që është besimtar, thot Zoti, ne do t'i mundësojmë të qojë jetë të mirë dhe vërtet do t'i shpërblejmë me dhurata më të mirë se sa kanë punuar. Lexojmë në surën Nahl ajetet 95 deri tek ajeti 97. Allahu i lartësuar dhe i mëshirshëm
Rrugët e tij të ndershme të mirë, pas ikjes së muajit të begat të Ramazanit, muajit të agjërimit, muajit të Kuranit, muajit të natës së Kadrit, i gëzon me ardhin e Bajramit, ditë të bekuara në të cilat gëzoheni që ju keni përgjigjur thirrjes që të agjëroni muajin e begat të Ramazanit dhe tani të jetojmë me të gjitha begatit që na dhuroi ky muaj i begat. Gëzimin tonë manifestojnë me buzëqeshje, pastërti dhe rroba të reja, si simbol të pastërtisë shpirtërore, kënaqësisë dhe bindjes që Krijuesi ynë do të na përfshijë në mëshirën e Tij të paqmueshme. Jemi të vetëdijshëm se rrobat më të mira të Bajramit janë rrobat e devotshmërisë, siç thot Zoti i Madhëruar në Kur'an, por petku pra rroba i devotshmërisë është më i mirë. Lexojmë në surën Araf, ajeti 26. Të veshur në petkat e devotshmërisë së muajit të begat të Ramazanit, me gëzimin e presim Bajramin e shëndritshëm dhe me gëzim të ndajmë në familjet tona, parafisin dhe fëmijët tanë. Të lutim Allahun e Madhëruar të bëhemi në shoqëri të atyre për të cilët ndërmjetësojnë melekët e Tij, siç përmendet në këtë ajet kuranor. Ata ëngjëllit të cilët të mbajnë arshin dhe ata që janë rreth Tij, lartësojnë dhe lavdërojnë Zotin e vet. I besojnë atij dhe e lutin atë t'i falë besimtarët. O Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë me mëshirën tënde dhe dijenin tënde. Prandaj fali ata, të cilët janë penduar dhe shkojnë në rrugës tënde dhe ruaje nga dënimi i zjarrit. O Zoti ynë, shpija atë në kopshtet e Adnit që a ke premtuar dhe kush ka qenë i mirë nga prindrit e tyre, gratë e tyre dhe pasardhësit e tyre. Ti je me të vërtet i plot fuqishmi dhe i urti, dhe ruaje ata prej veprave të këqija, sepse pra ato që atë ditë ti e ke ruajtur nga veprat të këqija, ti e ke mëshiruar, e ajo është një mend suksesi më i madh. Lexojmë në surën Al-Ghafir, ajeti 7 deri tek ajeti 9. Në mbyllje të temës e lutim Allahun e Madhëruar që të gjithë agjëruesve të pranojë agjërimin dhe të shpërblejë me të gjitha veprat e mira, të cilat i kanë bërë gjatë muajit të begat të Ramazanit. Amin. Shikues të dëgjues të nderuar, kemi mbritur në fund të emisionit Nektari i Xhamas dhe për ditën e sotme. Pafundësisht falenderojmë Allahun e Madhëruar për mundësinë që na ka dhënë. Lutim Allahun na pranojë një herë agjërimin tonë dhe pratona punën tona në këtë ditë të begat të Ramazanit që akoma e kemi orë dhe kohë, dhe siç është edhe dita e Xhuma, uroj që Zoti i Madhëruar t'ja pranojë lutjet tuaja, adhurimet tuaja, veprat tuaja, punën tuaja, çdo gjë të mirë që keni bërë për hir të Zotit dhe t'na largojë nga çdo gjë e keqe e cila dëmton veten tonë, shoqërinë tonë, familjen tonë dhe të afërmit tanë. Duke ju lënë në shoqërinë ai të cili fton për namazin e Xumas, të ndahemi së bashku me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e Xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. Ashhadu anna